Përparim Ajazi pyet: Doktor, çfarë fitojmë ne nga këto investime? Shqipëria po kthehet në një model Tahiti apo Santa Domingo, ku ka resorte apo ndërtesa luksoze dhe varfëri të tejskajshme në popullsi. Resortet e Samirit, Idajetit apo Artan Gacit si kanë sjell asgjë vendit. E ç'më duhet mua vjen Kushner apo ndonjë tjetër, kur një natë në këto resorte kushton 500 euro dhe shkojnë gjysma në Katar e gjysma në Izrael. Unë bie dakord me ju plotësisht në këtë pikë. Gjatë qeverisë së Partisë Demokratike, së pari, se e përmendja një ditë, 1 euron, po kur, asnjë gjë nuk i pa tender të hapur, pa gar të hapur. Pa gar të hapur. Së dyti, nga derdhja e bunës, për të mos thënë nga zogajt, teknicieni Shkodrës, gjerë të kepi Stills, nuk ka patur absolutisht asnjë përjashtim nga taksat. 0 përjashtime. Po, qeveria jonë e mëparshme vendosi me ligj përjashtimin nga taksat për të gjithë ata që investojnë në zonat malore. Pse këtë? Sepse ne kemi më shumë male se çdo gjë tjetër. 80% e sipërfaqes sonë është kodër dhe mal. Dhe ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm për të shpalosur, dhe që jemi vetëm në metrat e para ku është Valbona dhe Thethi, dhe shumë pak zonat është Dardha, Voskopoja, pra s'kemi asgjë pothuaj në zonat malore. Ndaj dhe ne menduam që ata që investojnë, po jo në kuadrin e iniciativave të tij gjobvense, vllavrasëse. Jo, nuk i marrim tokë kujt ne për t'i dhënë kujt. Ai që donte të investonte me dokumenta të rregullta në tokën e tij, apo do të përjashtoj 8 vite, do të përjashtoj 8 vite nga taksat. Sepse ne donim, shkoni ju lutëm, shkoni në Mrapadajtit. Po të shkoni Mrapadajtit ju, një çerekora, 20 minuta për te i Shëngjergjit, ju keni disa zona prallore, që Tiranë 99.9% e qytetarëve Tiranës nuk i njohin. Nuk i shfrytëzojnë. Por në vërtet ato janë parajsa malore. Por të investosh atje, kostoja është pa dyshim 2-3 herë më lartë se sa të investosh në Tiranë. Të investosh në Thet, si që u bëri ky shkoi u futi ruspat, në mënyrë më kriminale, ndërtimeve të bëra në tokën e babs në zonën e lejuar për ndërtim. Në tokën e Tjatit, në zonën e lejuar për ndërtim dhe shkoi i shkatroi. Pra, ne kemi rezervuar regjimin pa taksa në ligjin ton vetëm në zonat e malore. Përndryshe, në qoftë se vendos regjim pa taksa, kushdo që t'jetë, aty përfiton taksat, përfiton taksat shoqërore e tjere me radhë.